dytë, në këtë bisedë të dytë, në fakt do të vjen të flasim për zhvillimet nga vendi, protestën e opozitës, aksionin dhe zhvillimet e tjera nga të fundit nga drejtësia. Unë kam kënaqësinë që të kem lidhje të drejtë për drejtë me studion time direkt nga Gjermania, zotin Petrit Tafaj. Përshëndetje dhe faleminderit që jemi së bashku. Përshëndetje, faleminderit, është gjithmonë kënaqësi të lidhem me juve. Kënaqësia ime, patjetër. Dua ta nisim këtë bisedë së bashku duke bërë një analizë të protestës së opozitës në datën 17 nëntor, pritshmëritë që pati ajo protestë, pjesëmarrja, kritikat, a është vërtet në këndvështrimin tënd një nisje e vërtetë e një aksioni opozitar apo jo? Unë jam i mendimit që kjo është një nisje e moderuar e të bërit opozitës. Është diçka e mirë menduar edhe është në një format të tillë saqë PD-ja mund ta realizojë, por vetëm kaq, jo gjë më shumë. Pra PD-ja shikon i ka matur forcat dhe në një farë mënyre bën një platformë opozite kundër qeverisë përpara kryeministrisë, krahas luftës që bën brenda parlamentit. Por mënyra edhe koha është e koordinuar në lidhje me hetimet e spagut, kështu që secili të dyja palët shikojnë njëra tjetrën dhe veprimet i kanë të koordinuara të dyja, domethënë duke parë njëra tjetrën dhe duke bërë një farë mënyrë këshillok njëra tjetrës. Pra, po themi që është një nisje e moderuar, megjithse në fakt këtë gjë e shpreu edhe vetë zoti Berisha, që pjesëmarrja do të ishte ulët. Megjithatë, pritej më shumë pjesëmarrje, po themi, nga qytetarët, nga demokratët, nga militantët, ndoshta. PD-ja ka të qartë që aftësia për të dërguar valët e shpresës deri në një çdo ka Shqipërisë nuk e ka më këtë mundësi që të angazhojë simpatizant, po një problem kanë dhe socialistët, sidomos Partia Demokratike, me që vetë nuk është se po bën progres, nuk është se po riorganizohet ose të bëjë një analizë të hollësishme të humbjes së zgjedhjeve, votuesi e shikon dhe një farë mënyre ka rënë mbështetja e Partisë Demokratike, por nga ana tjetër socialistët nuk e dinë faktikisht se sa mbështetje kanë edhe për shkak të manipulimit të mendimit nëpërmjet mediave dhe nëpërmjet paras duke bler vota. Pra dhe socialistët nuk është se dinë realisht që sa kanë numrin e saktë që kanë i mbështesin. Por Partia Demokratike është në pikën e saj më të ulët, kështu që mënyra e moderuar të bërit protestave është forma e përshtatshme për momentin. Por e vërteta, nëse është e vërteta apo jo, ka një sentiment opozitar në Shqipëri apo jo? Përkundër daljes, po themi, pjesëmarrjes në protest, ka një sentiment opozitar? Sigurisht njerëzit nuk janë të gatshëm për të dalë, po ju mungojnë kushtet. Kushtet është bindja për të qenë i sigurt se pse po dalë. Dhe këto daljet me gjithë kjo popull që i ka vajtur mbrapa Partisë Demokratike një farë mënyrë është zgënjur me rezultatet edhe me menaxhimin e votës tyre. Dhe besoj që ka shumë popull që në kashën dalin, por mungojnë kushtet, mungojnë shpresa. Kjo Partia Demokratike në formën që është sot, në këtë rrethana që është sot, nuk ka arritur, megjithë mbështetjen që ka patur pak dhe ka nga shumë nga populli shqiptar, por duke parë që nuk është formacioni i duhur të cilës shpresës për shqiptarët, i ka rënë dhe mbështetja nga elektorati. Qartë. Po çfarë, se Partia Demokratike e ka nisur këtë, po themi, këtë aksion, me qëllim të ngritjes së asaj platformës së diskutimit qytetar, se pretendojnë që në kuvend nuk po i jepet kohë për të debatuar, kështu që po e zgjidh në një mënyrë alternative, jo se po del nga kuvendi, që të jemi të qartë. A mund të funksionojë kjo si platformë e diskutimit qytetar në kushtet kur është një parti parlamentare? Çfarë do duhet bëj Partia Demokratike? Rruga duale që ka zgjedhur deri tani mua më duket e saktë, sepse në fund nuk ka dhe votat brenda parlamentit. Ajo Partia Demokratike bën luftën brenda parlamentit, por çështja e demokracisë, çështja e të dhënies drejtës së deputetëve të opozitës është një problem shumë i madh. Me sa duket këtë OSBE-ja dhe organet e Bashkimit Evropian nuk e shikojnë si shumë të rëndësishme, shikojnë më të rëndësishme çështjen e përparimit të bisedimeve
por Partia Demokratike ka zgjedhur këtë mënyrë hibride në parlament dhe para kryeministrisë si mënyrën më të mundshme, më efektive për të vajtur tek qytetari, tek zgjedhësi. Nëse do arrit diçka, unë nuk besoj, është një përpjekje, por përpjekja nuk do të thotë që do kesh sukses. Përpjekje për të mbajtur edhe ngrohtë elektorati që ne po protestojmë, por është pak absurde të mendosh që Edi Rama në këto rrethana cilësuese që është tani në qeveri me problemet pafund që ka, të miratojë një qeveri teknike. Ka dhe janë tjetër medalit që unë shikoj si problematike. Për të kërkuar qeveri teknike mund ta kërkosh, por në rastin më ideal, ja themi që Edi Rama thot, "Okej, bëjmë qeveri teknike edhe zgjidhni ju kryeministrin." Po sikur të bëhen zgjedhjet pastaj më vonë janë të sigurt demokratët që do të fitojnë. Kështu që një farë mënyre duke marrë përgjegjësinë për të krijuar një qeveri teknike është një thik me dy teha, kështu që mund të ndodhë që e merr qeverinë teknike dhe humbet prap, po pastaj. Kështu që një farë mënyre kërkojnë, por besoj që në pas kohë mendojnë që inshallah nuk bëhet. Dhe unë nuk besoj që Edi Rama ta lëshojë pushtetin kështu sepse në fund i ka marrë votat. Me manipulim, pa manipulim i ka marrë votat, tani është kryeministri i Shqipërisë edhe kështu pushteti nuk dhurohet kaq kollaj sepse edhe PD-ja kushte për shtetin, nuk është se dhuroi pushtetin, nuk është sosol më ndryshe nga Partia Socialiste tani. Një farë mënyre është kthyer në bumerang gjitha sjelljet e Partisë Demokratike. Gabimi që ka bërë, ligji që ka miratuar, po i kthehen kundërta. Njëjta gjë do ndodh edhe me socialistët kur të jenë në opozitë. Pra, krijimi ose arritja e një kompromisi për një reformë zgjedhore do të parë me shumë kujdes, besoj që janë pjekur kushtet që edhe për të bërë një reformë zgjedhore duhet të jetë barabartë në mënyrë që ta mendosh veten sot jenë pushtet, por do të mendosh vetë të desh në opozitë. Qartë. Mirë, unë dua të kalojmë në një çështje tjetër, flasim në fakt sot zoti Berisha do të paraqitet në prokurorinë e posaçme në SPAK në lidhje me çështjen e 21 janarit si person në dieni. Ka patur shumë zhurmë në media në lidhje me këtë punën e paraqitjes së zotit Berisha, sa i takon ftesës, i ka ardhur ftesa, nuk i ka ardhur ftesa. Megjithatë, këto janë çështje, janë detaje teknike, por më e rëndësishmja është apo rihapet, po themi 21 janari që do të çojë në një tjetër goditje të opozitës, nënkuptojmë këtu zotin Berisha. Unë besoj që SPAK-u ka hyrë një rrugë pa krye, sepse ngjarja është kaq vite mbrapa sa që është vështirë ta gjesh përgjegjësin kryesor. Themi nga dita që ka ndodhur kjo 4 vrasjet, faktikisht kjo është organizuar nga opozita e dikushme, qeveria ose përfaqësues qeverisë sotme. Kështu që nuk ka rëndësi si e mori ftesën, rëndësi ka që ai shkoi atje, por dhe përballja me faktet pas shumë viteve, besoj që do jetë vështirë të gjesh një përgjigje sepse shumë të dhëna janë që kemi mësuar nga mediat, janë të fshira, kështu që faktet janë zhdukur dhe gjykata normalisht duhet vendos mbi faktet, jo mbi bazën e simpative ose në bazë të presioneve. Po cila është arsyeja që po rihapet kjo çështje? Është rihapur edhe çështja e Gërdecit, ndërkaq që është edhe zoti Fatmir Mediu atje. Pra, SPAK-u po bën detyrën e vet si prokuroria kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar që merret pikërisht me politikanët e nivelit lartë, apo jo? Po, sigurisht, po SPAK-u nuk është po merret faktikisht shumë me politikanë, më shumë po merret për të mediatizuar çështjet që ka marrë në dorë, sepse normalisht nuk është detyra e SPAK-ut për të bërë politikë me mediat. SPAK-u e ka marrë, është një shtet ligjor, çdo denoncim që merr duhet ta hetojë edhe ta çojë në gjykat, por duhet ta bëjë këtë me shpejtësi, pas kaq shumë viteve për të marrë disa fakte. Megjithatë është një detyrë edhe e qeverisë, sepse Edi Rama një nga premtimet në memori nuk e kemi kaq shkurtër, sado që neve na thonë që shqiptarët kanë memori shkurtër, ne dimë që Edi Rama erdhi me premtimin pushtet që kur të vijon në pushtet, unë do zgjedh çështjen e 21 janarit, do shkoj deri në fund çështjes, edhe siç e shikoni që edhe sot nuk e ka vajtë deri në fund, ishte edhe nëse kujtoni edhe anullimi i lotarisë austriake dhe shumë probleme tjera që sot janë fshirë nga memoria e shqiptarëve. Kështu që unë nuk besoj që edhe në fundit e SPAK-u mirë që heton Berishën, bën shumë që heton,
por duhet të hetoj dhe organizatorët faktikisht, po organizatorët me se duket e ka vështirë për t'i parë dhe për t'ju ofruar, kështu që le të ftoj Berishën. Në fundit Berisha është një burr me të mirat e këqijat e tij, po i ka qëndruar deri në fund dhe do shkojnë spak dhe do ketë dhe konsekvenca mbase, por s'ka rrugë tjetër. Vetmja e kemi thënë gjithmonë që vetmja rrugë e zgjidhjes problemit është përballje me problemin. Kështu që do përballet me problemin, por që të ketë një sukses nuk besoj. Ka njerëz në opinionin publik që thonë për këtë çështje do të shkojnë të gjithë politikanët e lartë në SPAK, edhe Edi Rama, si persona në dieni, pra nuk e dim për hetimin, nuk mund të paragjykoj procesin, por si persona në dieni për ngjarjen, do të thirren të gjitha. Beson që do ta thras pak Edi Ramën për këtë çështje për 21 janarin, si person dieni? Unë besoj patjetër, nëse do të bëj drejtësi, duhet të dëgjojnë gjithë palët. Palët kundërshtarët e dikushme ishte opozita që ishte Edi Rama. Dhe SPAK-u s'ka se dëgjoj vetëm Sali Berishën dhe zinxhirin komandues të gardës, pa dëgjuar dhe ato që i hodhën gurë, që hodhën këto. Pastaj përgjegjësinë e vendos gjykata, nuk e vendos SPAK. SPAK duhet të cilësoj vetëm veprimet, do të shikojë se kush çfarë ka bërë dhe t'ia paraqes gjykatës dhe gjykata do ta mendojë dhe do të vendos. Kështu që nuk ka në një shtet ligjor që duam të bëjmë, që në fakt nuk është, duhet patjetër që Edi Rama të shkojnë në SPAK, pse të mos shkojnë. Qartë, mirë, unë dua të diskutojmë një çështje tjetër. Ditën e djeshme ka nisur punë Komisioni për Reformën Zgjedhore me 2 bashkëkryetarët, Oert Bylukbashi dhe Damian Gjiknuri. Sigurisht atmosfera ishte po themi jo e paqt, ka mosbesim të paktën nga ana e opozitës, duke ju referuar edhe asaj që vetë zoti Rama e ka quajtur këtë reformë si ligje kineze, sa i takon pikësynimit të arritjes së rezultatit të zgjedhjeve. Nga ana tjetër, duhet që reforma zgjedhore të përmbyllet brenda 9 muajsh. A do të prodhoj këtë diçka, një garanci për zgjedhjet, apo zgjedhjet do të vijojnë të jenë ashtu siç kanë qenë, po themi? Nuk e parashikoj dot se çfarë do ndodh, sepse nuk është jam aty në tavolinë me to, po besoj që nëse duhet ndërtoj një shtet ligjor, patjetër do të komunikojmë edhe një nga tmetat kryesore të politikës shqiptare këto 30 vite, kjo ka qenë që mungesa e kompromisit mes palëve. Me siguri që duhet ulen, duhet të bisedojmë me njëri tjetrin, sepse aty nuk kemi dërguar, nuk e marrë rrogën sa e marrin dhe privilegje që kanë për të uzënë me njëri tjetrin dhe secili të marrë ato përfitimin e tij si parti ose personal, por duhet bisedojmë me njëri tjetrin. Se si do arrin, nuk e parashikoj dot faktikisht, por një gjë është e sigurt që duhet të bashkohen, duhet të gjejnë një mendim për të përgjigjur një kompromis që në fundit që të depolitizohet komisioni zgjedhor, sipas mendimit tim, votat duhet të numërohen në vendin e votimit, një lloj kështu edhe në Gjermani kështu bën në vendin e votimit dhe për pak minuta del rezultati dhe nuk i luhet kohë, nuk i lihet më kohë për ta lëduar ose për të manipuluar. Nëse brenda 2 orëve vjet kusht që ose 3 orëve do dalë patjetër rezultati numërohen, kështu që gjithçka mbaron shumë shpejt edhe ose mënyra e votimit mund ka mundësi pafund. Votim biometrik që secili të vergishten dhe të votoj për një brenda pak minutave, kështu që ka mundësi pafund. Çështja e kompromisit është problemi atyre, po me sa duket me këtë mendësi se njeriu nuk ndron mendësinë, me këtë mendësi që e kanë 30 vjet, nuk është se janë të hapur për një teknologji të re, për një teknikë të re, për një bazë ligjore të re, për një drejtësi të re, nuk besoj që t'jen kaq të hapur, por me dhimbje, me mish në përdhëm, besoj do bëj një farë ndryshimi, por do jetë jo ndryshim esencial. Pikërisht kjo është edhe pyetja, pas çdo palë zgjedhjesh që ne kemi patur, po nëse kujtojmë dekadën e fundit, rekomandimet e OSBE-Odirit dhe të ambasadorëve të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë qenë për reformën zgjedhore gjithëpërfshirëse. Janë bërë her pas here përpjekje, megjithatë zgjedhjet në terren nuk është, pra organizimi dhe menaxhimi i zgjedhjeve në terren ka përsëritur të njëjtat problematika, që do të thotë që sa të mundshme janë këto problematika të zgjidhen për të ardhmen, apo të gjitha këto janë thjesht formalitete. Ata paguajnë aq sa paguajnë sipas asaj që the ti për formalitete fatkeqësisht. Po, të themi të vërtetën, e mbrosim përbashkë gjithë politikës, ose suksesi më i madh ka qenë shkatrimi i sistemit drejtësisë. Dhe ne jemi dëshmitar akoma që gjitha partitë politike kanë përdorur krimin për të fituar zgjedhjet. Edhe tani
ka depërtuar kaq thellë krimin sa që krimi po merr shtetin. Ky është një problem shumë i madh i çështës së sigurisë kombëtare të Shqipërisë. Pra krimi kërkon pjesën e tij, tani thotë që unë të kam sjell pushtet, tani do kam rradhë unë që të qeverisë. Kjo është fatkeqësisht evidente në Shqipëri, shikoni edhe në krimet që vrasje që ndodhin kohë të fundit, shikojnë që në organet larta të sigurisë shtetit antarësohen ose punësohen pjesë e organizatave kriminale. Kjo është një problem shumë i madh që shikojnë në Shqipëri. Dhe është koha tani krimi i gardita që të vinë pushtet, kështu që e ka të pamundur Rama ose gjithë qeveria që ta luftojë, sepse duke që bërë kompromise me krimin, nuk është se janë të sigurt ato, nuk janë të mbrojtur, kështu që duke qenë bashkëpunëtor edhe bashkëfajtor. Qartë, mirë, duhet flasim edhe për një gjë të fundit bashkë që është mjaft e rëndësishme. Sot dhe nesër do të flitet për buxhetin e shtetit, buxhetin e vitit 2026, duke shpresuar që seanca në kuvend të zgjas dhe të ketë debate dhe të dëgjohen, po themi, të gjitha pikat dhe zërat e buxhetit dhe kundërshtit e opozitës, me një buxhet të propozuar rreth 8.8 miliard euro, po themi, dhe me një tjetër propozim që ka marrë zë në opinionin publik, që është paqja fiskale, që është kundërshtuar nga opozita. Tani unë jo më kot doja të ta bëja këtë pyetje duke marrë parasysh edhe faktin që ti je në Gjermani. Patjetër buxheti edhe i landeve aty në Gjermani është besoj shumë i lartë se sa gjithë buxheti i Shqipërisë. Po çfarë mendon për këtë buxhet të vitit 2026? Më i madhi dhe më i balancuar ndonjëherë shpëroi qeveria. Po. Duke pa me Gjermani sigurisht është një mini buxhet, është shumë i vogël, por çështja e sinqeritetit ose aftësia për të menaxhuar parat nuk është e njëjtë. Sado që këtu janë shumë më të mëdha, është kontrolli shumë i rreptë, investimet janë shumë planifikuara, funksionon komplet ndryshe, por 8.8 miliard euro ose 886.8 miliard lek është një shumë e konsiderueshme për Shqipërinë. Nga këto shpenzime buxhetare do jenë 6.7%, deficiti buxhetor do të jetë 63.7 miliard lek, por kjo varet edhe mënyra se si e menaxhojnë këto para. Nëse qeveria nuk arrin dot të menaxhojë parat, të ketë ardhurat të mjaftueshme, sigurisht që do ketë një farë mënyre edhe krizë financiare. Por një farë mënyre rrugë tjetër nuk kanë përveç kësaj. Besoj që është një ndarje e mirë duke menduar nga ana e qeverisë, por njëkohësisht unë si qytetar i Shqipërisë jam kundër PPP-ve, sepse është mënyra më perfekte për të vjedhur parat, edhe shumë gjëra tjera. Me farë mënyre për mua është më mirë që këto para të shpenzohen për rimbursimin e ilaçeve, për mbështetjen e spitaleve dhe sistemi shëndetësor përgjithësi në Shqipëri, edhe sistemi arsimor, sepse një farë mënyre shpenzimet për arsimin nuk është se do jenë kaq të larta ose do mund të reduktohen, edhe për shkak të asaj që shumë shkolla janë mbyllur, edhe një pjesë e mirë e popullsisë ka ikur, kështu që nevoja për t'i arsimuar, për t'i bërë këto. Sigurisht shteti, çdo popull ka nevojë gjithmonë për më shumë para, por për të balancuar një farë mënyrë shpenzimet, besoj duhet jetë shteti më i kujdesshëm dhe sidomos në shpenzimet e këtyre parave. Për 2.5% do të jetë edhe indeksi i rrogave dhe do të rrisin rrogën minimale, minimumi 50.000 lek në muaj. Është një buxhet kurioz faktikisht, por kjo varet shumë edhe mënyrën nëse do mundësi të ketë arritë ardhurat që të shtojë të ardhurat që të deficiti mos jetë kaq i lartë. Kështu që do e lëm kohës, por besoj që edhe socialistët nuk janë të lumtur me këtë qeveri, me këtë situatë politike që kanë, dhe korrupsioni është galopant, kështu që thjesht do kërkosur nga korrupsioni Shqipëria do merrte frym më lirshëm, por mendoj që edhe do të ketë shumë deputet të ndershëm socialistë që me mish në përdhëm mirajtojnë buxhetin, por sigurisht demokratit janë kundër, është drejtë e tyre këtë normale që do ja kundërshtojnë, sepse jo vetëm demokratët, jo vetëm opozita, por e gjithë Shqipëria shikojnë që parat e shqiptarëve po vjedhen, po keq përdoren. Ju shikoni skandal pas skandali, kështu që 50 miliard vjedhje nuk është asgjë.
Ajo që më bën përshtypje faktikisht edhe një qëndrim shumë i butë, shumë Po? nga ana e Bashkimit Evropian, megjithëse e shikojnë se këto vjedhjet janë galopane në Shqipëri, por prezumimi i pafajësisë është shumë i rëndësishëm në politikën europiane, kështu që të gjithë mendojnë dhe thonë që në radhë parë nuk është çështja e Europës, është çështja e Shqipërisë. Në radhë dytë le të akuzohet për miliona euro, përdesa nuk ka një vendim të formës për nga gjykata, le të bëjnë shqiptarët çfarë të duan. Pra shqiptarët e dinë shumë mirë që po vidhen edhe është kemi edhe zgjedhjet e fundit që u bën për zgjedhjet lokale, e kemi parë që pjesëmarrja ishte skandaloze, ishte 18.4%. Dhe një farë mënyre unë shikoj se pacienti që refuzon ushqimin, refuzon ilaçet. Pra njerëzit janë të lodhur, e dinë që vota tyre nuk ka asnjë rëndësi. Edhe në farë mënyre e nxjerr blof edhe Partinë Socialiste me një vjedhje kaq galopante të votave, kështu që fakti njerëz nuk po shkojnë për të votuar as PD-n as person, tregon që janë të ngopur me pakënaqësitë dhe me mungesën e rezultateve të qeverisë. Përgjegjësia kryesore gjithmonë mbi qeverinë, pavarësisht se cila parti është në pushtet. Pra, ideja për t'u rikthyer buxhetit, se kemi dëgjuar zotin Rama edhe për rritjen e çdo muajshme, po themi duke filluar nga viti 2026 të pensioneve, për rrogën mesatare, për pensionin minimal, shifra të cilat këto për nivelin ku është Shqipëria duken, po themi, barë buxhetore. Po problemi këtu nuk kanë qenë buxheti dhe mungesa e parave, por menaxhimi i tyre, apo jo? Sigurisht, këtë unë mundova të shpreh që menaxhimi i buxhetit, unë jam kundër PPP-ve, se është forma më perfekte për të vjedhur parat, dhe me sa duket nuk e kanë problem fare menaxhimin, menaxhim skandaloz, kështu që për kaq kohë sa kanë votën e pas kanë marrë që të vjedhin, kështu që jo të qeverisin Shqipërinë. Shumë shqiptarë janë pakënaqur dhe prandaj kthejmë edhe një herë te kjo që mungesa e pjesëmarrjes në zgjedhje është shumë e ulët dhe tregon që nuk ka përfaqësim demokratik. Dhe mënyra si do ta menaxhojmë pushtetin duke mos dhënë llogari fakti që në parlament çdo shqiptar e shikon, kush ka televizor shikon ose në celular, që vendimet kalojnë pa diskutuar, buxheti kalon, ligjet ndryshme kalojnë pa diskutuar, pa marrë informacione, në fundit, pavarësisht se opozita është e vogël në numër atje, është e drejtë ligjore kushtetuese e opozitës që të marrë informacion për gjithçka që kalon në parlament. Në ato opozita nuk janë spektator faktikisht, ato nuk kanë shumicën, por nuk janë spektator për të parë se si kalohen ligjet pa i pyetur, pa i diskutuar, pa i përmendur fare, thjesht ngre kartonin dhe mirato ligjin. Kështu që do jetë një mësim shumë i mirë edhe për opozitën e sotshme që ndoshta dikur kur të vinë pushtet të ketë shumë kujdes me këtë lloj sjellje. Në farë mënyrë kjo është reciproke kjo që po ndodh, sepse ne kemi memorie pak më gjatë që shikojmë që nuk është se Partia Demokratike kur ka qenë në pushtet i ka ndulzuar drejtat e opozitës. Socialistët kanë bërë një distancë gjatë, shkretëtire pa të drejta dhe janë shtypur dhe opozita e dikushme e shtypur. Kështu që çfarë të bësh do të ta bëjnë. Unë jam për drejtësi, jam për shtet ligjor, jam për marrëdhënie korrekte mes partive dhe marrëdhënie korrekte të qytetarit me shtetin. Qartë, mirë, zoti Tafaj, të falenderoj për praninë për bisedën dhe për opinionet këtu në studio. Të falenderoj gjithashtu dhe kaloni mirë në Shqipëri. Gjithashtu dhe ju aty në Gjermani. Faleminderit. Mirë, ishim me zotin Petri Tafaj nga Gjermania, folëm për disa zhvillimet e aktualitetit. Ishte ky emisioni edhe për sot. Ne do të shihemi nesër. Deri atëherë qëndroni me NTV.